Mirë faleminderit. Hajde për që vardë më dojë, ku për shokësime është. Se e një mirë, e një lotë. Po vashësi e më gjitha e buribur të amonirë hasin e pjetër po këdoni to dhe e takli dhe dhe duj mirë Që të e gëmë të gjeri Pas bëhe që me dur të me këtë grenë se përdojda pas spata ku me shumë Ka së shtinë ku shëret Nuk o gjithë kushë Qëtë në foto dhe qëtë në kështu në reklam televizivë se në rëzit në nësër kërë. Përshëndetje për gjithë. I nderuar kryetari i komunës së Prizrenit, zotri Shaqir Totaj. I nderuar drejtor i drejtorisë komunale të kulturës, rinisë dhe sportit, zotri Adem Morina. I nderuar përfaqësues i Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Mirsad Çollaku. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Memri Krasniqi. Të nderuar të dashur Asian, sportdashës dhe ju të pranishëm. Është kënaqësi dhe nder i madh për mua që sot në këtë ditë e veçantë për klubin futbollistik Drinin e Bardhë dhe për të gjithë hasin të moderoj në këtë ceremoni kaq të rëndësishme. Pas 50 vitesh nga themelimi i klubit, sot ka ardhur momenti historik që edhe hasi ta ketë stadiumin e vet. Kjo është një ditë që do të mbetet në kujtesën tonë dhe që nga sot, 1 tetori do të shënohet si një ndër datat më të veçanta të sportit në rajonin e Hasit. Me këtë rast, shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tim për kryetarin e komunës së Prizrenit, zotri Shaqir Totaj, për mbështetjen e vazhdueshme, drejtorit të drejtorisë së kulturës, rinisë dhe sportit, zotri Adem Morina, për punën e palodhshme, presidentit të Federatës së Futbollit të Kosovës, zotri Agim Ademi, për mbështetjen e dhënë në realizimin e kësaj kryevepre për sportin Asian. Edhe një herë ju falemnderit nga zemra. Tani, pa humbur kohë, kam kënaqësinë që të ftoj për një fjalë rasti drejtorin e drejtorisë së kulturës, rinisë dhe sportit, zotri Adem Morina. Të nderuar Asian, të nderuar sportdashës, të nderuar kryetari i komunës Prizrenit, zoti Shaqir Totaj, i nderuar kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Memri Krasniqi,
i nderuar përfaqësues i Federatës Futbollit Kosovës, zoti Mirsad Çollaku, i nderuar klerik Shebedriu, të nderuar përfaqësues të LRF-s, të nderuar gjithë ju të pranishëm e në veçanti të nderuar ju bashkë themelues të klubit të futbollit Trini i Bardhë. Sot pra është një moment i veçantë, nga që pikrisht tu në Gjonaj, në Kodrën e Dodaj që thirrët, sot pra edhe po bëjmë një kryevepër duke falendëruar spari kryetarin e komunës së presidentit zotin Shaqir Totaj dhe gjithsesi Federatën e Futbollit me në krye zotin Agim Ademi. Ky projekt ka qenë ndër projektet tuaja më të rëndësishme për zonën e Hasit, e në veçanti kur flasim për futbollin, nga që u dasht 50 vite me prit dhe mirët iniciativë që edhe kjo zonë, ky region ta ketë një stadium, sepse me të vërtet klubi futbollit Trini i Bardhë tani më garon në ligën e dytë. Përveç se galon në ligën e dytë, realisht është me rezultate jashtëzakonisht mëdha. Kur flasim për projektin, ne si komunë dhe drejtori kemi bërë jashtëzakonisht projekte të mëdha, mirë po projekti më rëndësi për mua dhe më i veçantë që është pikërisht është ky stadium, nga që na është dhënë mundësia të krijojmë kushte për sportin e në veçanti për futbollin e Has. Unë këtë rast dua t'i falenderoj të gjithë ata të cilët kanë dhënë mbështetje duke filluar prej iniciativës së gjithë hasianëve, të cilët në vazhdimsi mbështesin klubin e futbollit Trini i Bardhë, presidentin e klubit zotin Mustaf Totaj dhe gjithë ata të cilët po mbështesin në vazhdimsi klubin e futbollit Trini i Bardhë në Has. Urime stadiumi, mirë po ne nuk kemi përfunduar akoma këtë projekt, nga që me njëherë pas një javë do të fillojmë edhe me tribuna dhe gjithsesi ky do të jetë projekt i kompletuar. Urime Hasian, ta gëzojmë gjithë bashku. Faleminderit drejtor. Ftoj për një fjalë rasti edhe përfaqësuesin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zotëri Mirsad Çollaku. Nderuar kryetari i komunës Shaqir Totaj. Nderuar kryetari i Partisë Demokratike zoti Emri Kasniqi. Nderuar drejtori i drejtorisë së sportit zoti Adem Morina. Nderuar Asion. Nderuar gjithë të pranishmit. Ju përshëndes në emër të Federatës së Futbollit të Kosovës, në emër e kryetarit zoti Agim Ademi, që në jashtë vendit dhe ka pasur mundësi të prezant sot me ne. Po ashtu, një përshëndetje vjen nga Regionali i Futbollit në Prizren. Sot Hasi ka një festë të madhe, së cilës i gëzohemi të gjithë. Në 5 vjetorin e klubit të Trinit të Bardhë, sot po bëjmë me një stadium. Fuqërat e shkuara përfshirë edhe mua kemi ndëruar. Sot Hasi, par kjo objekti, ndihmes dhanë Federata e Futbollit, komuna bashkë me kryetarin Totaj, e veçmas drejtori i Rinisë Sportit dhe Kulturës, zoti Adem Morina, dhanë një kontribut të shmueshëm për këtë ditë që ndodhemi sot. Hasi i njohur tashmë në festivalin Hasi e Hën, tani po ecë dhe zhvillimit të sportit, në këtë rast futbollit në Trinin e Bardhë. Në këtë edicion u mbriti ligën e dytë, ku përfaqësimi është dinjitoz. Do të arritura në rajonin e Hasit të ishin të pamundura pa përkrahjen e komunitetit Hasion në Kosovë dhe diasporë. Jeni ju të dashur Hasion, që keni dhënë e po jepni një shtytje suksesit të klubit të Trinit të Bardhë. Tashmë më shumë se kur ky bashkim forcash komunitetit krishterë nga Kosova dhe diaspora, organet komunale dhe FFK-ja, në këtë objekt të bukur që përprojmë, sukseset do të janë më të lehta dhe më të rrallishme. Andaj urime Asion e gëzoshim stadiumin gjithë së bashku. Faleminderit kryetari i lidhjes rajonale të futbollit në Prizren, zotëri Çollaku. Tani ftoj për një fjalë rati kryetarin e klubit futbollistik Trini i Bardhë, zotëri Mustaf Totaj. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje kryetarin e komunës, kryetarin e partisë, drejtorin e kulturës dhe lidhjes sport, dhe të gjithë të pranishme. Sot është një ditë e veçantë për ne Hasionët. Ju uroj gjithë Hasit stadionin në fshatin Gjonaj, ju uroj gjeneratave të reja që sa më shumë të dalin talent nga ky rajon. Edhe falënderimi më i veçantë do i shkon donatorëve tanë, kontribucionarëve tanë, fortarëve tanë që gjenden gjithkund nëpër Evropë, është një falënderim i veçantë për ta. Jemi shumë krenar për ta, se pa mbështetjen e tyre nuk do të ketë sukses klubi.
Faleminderit edhe herë të gjithëve edhe urime të gjithëve. Faleminderit kryetar zoti Totaj. Ftoj për një fjalë rasti kryetarin e komunës së Prizrenit zotëri Shaqir Totaj. Këtu në zona në totet jemi së shumë, kështu që mos me fasoj fort. Përshëndetje, ademi përshëndetje veç Hasan, po ne përshëndet gjithë pranishmit këtu. Po në veçanti Hasan, me qenë se jemi në zonën e Hasit, për ndryshe një vepër e mrekullueshme, një stadion i jashtëzakonshëm. Për mua është obligim gjithmonë me përkras sportin si ish sportist vet. Mirë po në fshatjen e origjinës është një motiv shtesë, pa. Po duke ju falendëruar të gjithë personave që kanë kontribuar, na kemi arritë sot me realizu këtë krye vepër, pi thojmë. Me falendëru mas shumë të Federatën e Futbollit që në ka përkra, po edhe punën në palodhshme të Drejtorisë Kulturës dhe Sportit, edhe natyrisht, me qenë se klubi Drini Bar feston 50 vjetorin, sponsorët apo përkast financiar të klubit e kanë peshën e vetë specifike për me mundësu ekzistencën e këtij klubi, edhe po besoj që e vazhdu me suksese, pse jo me shku edhe nivele më të larta të garave, edhe në ligë të parë, edhe më nalt, pse jo. Po duke një ambient i jashtëzakonshëm, i cili do të kompletohet akoma më tepër me tribunat të cilat do të ndërtohen në ndërkohë, po gjithsesi vlen me theksu se kjo është edhe një realizimi, një përkushtimi të qeverisës lokale në Prizren, sepse sportin e kemi pas një nga prioritetet, edhe rezultatet e atij përkushtimi dhe atij caktimit prioriteteve tani më veç po shihen, po e përrojmë një stadium të futbollit, i cili do t'jetë arenë për shumë rezultate të mira dhe për shumë fitore të ardhshme në sport dhe jo vetëm sport. Një urim të veçantë për gjithë sportistat, futbollistat e klubit që do të luajnë këtë fushë. Presim për ty në angazhim serioz, presim rezultate të mira, edhe me siguri që motivi tyne do të rritet, edhe do të vazhdojmë kështu po them me rezultate hala më të mira, sepse Hasi ka shumë talenta, Mirsadi është një nga ata talentat që se kanë pas fatin me pas një stadion tillë sot, edhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që ja mundson talentave me tregu afinitetet e veta dhe me zhvillu. E kemi përndryshe, e kemi një Hasan edhe në përfaqësuesin e Kosovës. Do të thonë, kur po them ka shumë talenta, nuk jam të fol pa bazë dhe pa arsye. Mas shumë të ju auroj futbollistëve të klubit, edhe kryesisë të klubit, edhe të vazhdojmë bashkë, secili me kontributin e vetë, në mënyrën e vetë edhe në kodët mësive të veta, drejt fitoreve të reja, për zhvillimin e sportit në Has edhe në përgjithësi në teritorin e komunës Prizrenit. Ju falenderoj secilit për kontributin e dhënë, edhe ju falenderoj që keni ardhur sot këtu, edhe ju falenderoj që patët durim me në ndëgju se u bënëm koqa gatë të folë. Faleminderit. Ju falenderit kryetar, dhe tani momenti më i veçantë i kësaj ceremonie është prerja e shiritit. Uftoj kryetarin e komunës së Prizrenit, zoti Shaqir Totaj, drejtorin e Drejtorisë Kulturë, Rini dhe Sport, përfaqësuesin e Federatës së Futbollit të Kosovës, si dhe kryetarin e klubit futbollistik Drini Bar, për të prerë shiritin dhe për ta shpallur të hapur stadiumin e ri të Hasit. Urime të gjithëve dhe sukseset e pafundme klubit futbollistik Drini Bar Has.